Në ndeshjen e javës së 26 në serinë B mes Frosinonës dhe Empolit, sulmuesi i Shqipërisë U21 Steven Shpendi i ktheu projektorët drejt vetes me dopjet. Shpendi hapi serinë e golave në minutën e 18, ndërsa gjeti sërish rrugën e rrjetës në minutën e 54, edhe pse Empoli nuk ja doli të marrë 3 pikët pasi ndeshja u mbyll 2-2, Steven Shpendi e bëri më së miri detyrën, 2 golësh dhe lojtari me notën më të lartë sipas Flash Score, me notën 9. Në 24 ndeshje në serinë B me Empolin gjatë këtij sezoni, sulmuesi shqiptar ka shënuar 9 gola, cikli më i mirë si profesionist, ndonse është vetëm 22 vjeç.